Përshëndetje, sipas informacioneve nga komunat e ndryshme, është duke vazhduar procesi paraparë në të gjitha qendrat komunale të numërimit. Në orën 16 të ditës së martë ka përfunduar procesi në 3 prej tyre, në Jonik, Mamush dhe Zveçan, ndërkaq në Hanin e Lezit është mbyllur të hënën në mbrëmje. Së fundmi, në orën 16 të ditës së martë, ka filluar puna edhe në 3 qendrat komunale të numërimit, në Prishtinë, Podujev dhe Klokat. Në përgjithësi, në qendrat komunale të numërimit, zhvillohen 3 aktivitete të rëndësishme njëkohësisht: verifikimi i rezultateve nga zgjedhjet për kryetarë të komunave dhe rezultatet e subjekteve politike nga zgjedhjet për kuvende komunale, si dhe numërimi i votave të kandidatëve për anëtarë të kuvendeve komunale. Sipas informacioneve nga qendrat komunale të numërimit, deri në orën 16 të ditës së martë, janë verifikuar rezultatet për 550 vendvotime nga zgjedhjet për kryetarë të komunave dhe rezultatet për subjektet politike nga zgjedhjet për kuvende komunale nga 334 vendvotime. Nga po kaq vendvotime, 334, pra janë numëruar votat e kandidatëve nga zgjedhjet për kuvendet komunale. Në platformën e KQZ-s për rezultate ka filluar të prezantohen rezultatet nga QKN, të cilat përfshin pra rezultatet e verifikuara nga zgjedhjet për kryetar të komunave, rezultatet e verifikuara të subjekteve politike nga zgjedhjet për kuvende komunale dhe votat e kandidatëve për anëtarë të kuvendeve komunale. Të dhënat në këtë platformë të KQZ-s do të përditësohen vendvotim pas vendvotimi.